personale dhe së fundmi jam e detyruar të bëj një denoncim publik për sa i përket babait të fëmijëve të mi. Quhet Plator Mehmeti dhe ka qenë për rreth një dekadë drejtori i OSHE-s Durrësit. Po e them këtë në lidhje me potencialin e tij politik ekonomik që ai ka, pasi unë zbulova që jetoja në një bigami, vendosa të ndahem dhe të largohem përfundimisht nga ky person, pasi e njoha dhe në shumë rrethana të tjera që ai jetonte dhe kishte bërë ose ka bërë, por që të gjitha për momentin janë në hije. Është një person që mbrohet shumë, është një person që është ekonomikisht shumë i fuqishëm dhe mbi të gjitha është një person që është i rrezikshëm. Është i gatshëm që të sabotojë jetën, është i gatshëm që të përndjekë, është i gatshëm të bëjë vepra penale pafund dhe këto të mbylli të gjitha në prokurorinë e Tiranës, ku një lumë denoncimesh nga unë, asnjëra nuk ka shkuar dhe nuk është shqyrtuar dhe nuk është marrë fare për bazë, as në prokurori, as në komisariatin numër 3. Po flasim për një person ku unë dhe fëmia imi kemi parë shumë të mëdha parash në zyrat e tij, që ndodhet në Shënavlash, HTM quhet, dhe ndodhet përballë Universitetin e Durrësit. Ku i bë thirrje policisë, krimit ekonomik, apo qoftë edhe SPAK-ut, që të vërtetoj pak të person se çfarë lidhje ka me tenderat publik të OSHE-s dhe të vërtetoj pak për ardhen e këtyre parave që ndodhen në këto zyra. Të përgëzoj. Nga ana tjetër, për mua mos mendoj gjafare, as nuk duhet mendoj gjafare, mendoj se ke menduar një herë, por mos u vën në siklet. Unë do mundom të gjej zgjidhjet e mia, qoftë ligjore, qoftë kur të bëj gabime, të marr edhe përgjegjësinë penale. Jam i detyruar, nuk ka ne gjë. Fëmia do e marrin vesh pse ka baba burgun, burg çka ka. Burgu për ata njerëz të cilët gabojnë është, ose për njerëz të cilët nxitojnë është, kështu që nuk ka ne gjë. Mos u mrakos nga kjo punë, është çështja jote, e ke zgjidhur ti, e ke ti përsipër këtë punë, e ke marrë ti angazhimin, kështu që dakord.